Mirëmëngjesi dhe mirë se vini në emisionin e përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 29 nëntor dhe ne së bashku do të udhëtojmë pas në histori, art dhe kulturë. Do të vjojmë fillimisht me ngjarjet që formësuan historinë. Në këtë ditë të vitit 1944, Shqipëria shpalli çlirimin nga pushtimi nazist, duke hyrë në një epokë të re pas viteve të vështira të luftës. Ky moment historik përkujtohet si një ditë krenarie kombëtare, simboli i lirisë dhe qëndresës. Më 29 nëntor të vitit 1947, bota ndali frymën kur Asambleja e Kombeve të Bashkuara miratoi planin për ndarjen e Palestinës në 2 shtete. Ky vendim edhe sot mbetet një nga çështjet më të ndërlikuara në politikën botërore. Në një aventurë të jashtëzakonshme në vitin 1929, Richard Byrd bëri historinë duke u bërë njeriu i parë që fluturoi mbi polin e jugut, duke provuar se guximi njerëzor nuk ka kufi. Kjo datë ka qenë gjithashtu dëshmitare e ndryshimeve politike. Në vitin 1899 u themelua Partia Socialdemokrate Italiane, që luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin politik të Italisë. Në vitin 1975, Timori Lindor shpalli pavarësinë nga Portugalia, duke i dhënë fund një lufte të gjatë dhe të dhimbshme civile. Do të vjojmë të flasim për lindjet që lanë gjurmë në këtë datë. Në vitin 1803 lindi Christian Doppler, fizikanti austriak që zbuloi efektin që mban emrin e tij, një teori që revolucionarizoi shkencën. Në vitin 1832 bota mikpriti Louise May Alcott, shkrimtaren amerikane që na dhuroi veprën e paharrueshme Little Woman. S.C. Lewis, një letërmjeshtër i fjalës, lindi në vitin 1898 dhe krijoi universin magjik të kronikave të Narnias, duke frymëzuar breza të tërë lexuesish. Në vitin 1932, Franca pa lindjen e Jacques Chirac, politikanit që më vonë do të udhëhiqte vendin për 12 vite si president. Tom Sizemore, aktor i famshëm amerikan, lindi në këtë ditë të vitit 1961, duke sjellë role që mbeten të paharrueshme në ekran. Data 29 nëntor përjetoi edhe humbje që tronditën botën. Në vitin 1268, Kisha Katolike humbi Papa Klementin IV, një udhëheqës që la pas një trashëgimi të veçantë fetare dhe po ashtu politike. Në vitin 1780 vdiq Maria Tereza e Austrisë, perandëreshje e madhe që forcoi Habsburgët dhe ndikoi ndjeshëm në Europën e shekullit të 18. Giacomo Puccini, mjeshtri i operas italiane, mbylli syt përgjithmonë në vitin 1924, duke lënë pas vepra si La Bohème dhe Tosca, që emocionojnë ende miliona njerëz. Në vitin 1986, bota e artit humbi Cary Grant, ylli e Hollywoodit që shëndriti ekranet me hijeshin dhe talentin e tij. Edhe në këtë ditë të vitit 2001, George Harrison, ose ndryshe shpirti i heshtur i grupit The Beatles, u largua nga kjo botë, duke lënë pas një trashëgimi muzikore të pavdekshme. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të domates. Domatja, ose siç njihet ndryshe, molla e art, ka shumë vlera ushqyese. Një domate e vetme mund të ofrojë 40% të rekomandimit të përditshëm minimal të vitaminës C. Për më tepër, domatet janë të pasura me vitaminë A, e cila përmirëson imunitetin, shikimin dhe shëndetin e lëkurës. Vitaminë K, e cila është e mirë për kockat, dhe kalium, një lëndë ushqyese kryesore për funksionin e zemrës, kontraktimet e muskujve dhe mban të balancuar presionin e gjakut. Mbrojnë shëndetin e zemrës. Domatet përmbajnë një antioksidant të quajtur likopen, i cili është përgjegjës për ngjyrën e kuqe të tyre. Hulumtimet sugjerojnë se në aspektin e përfitimeve shëndetësore të zemrës është më efektive të hani domate
se sa të merrni shtojca të likopenit. Përmirëson shikimin. Likopeni është gjithashtu i mirë për sytë tuaj dhe kjo nuk është e vetmja lëndëshyese që përmbajnë domatet. Ato përmbajnë lutein dhe beta-karoten. Sipas ullumtimeve, këto lëndë mbrojnë sytë nga shumë sëmundje. Ndihmojnë tretjen. Lëngu dhe fibrat që gjenden në domate mund të jenë të dobishme nëse vuani nga kapslëku. Ndihmojnë për menaxhimin e diabetit. Domatet mund të jenë një ushqim mbrojtës për njerëzit me diabet të tipit 2. Kjo është veçanërisht e rëndësishme sepse diabeti dyfishon rrezikun e goditjes dhe sulmit në zemër. Ruan shëndetin e lëkurës. Një studim i vitit 2011 zbuloi se kombinimi i domates me vajin e udhërit mbrojnë lëkurën, garantime e diellit dhe nxit prodhimin e prokolagenit, një molekulë që i jep lëkurës strukturën e saj dhe e mban të fortë dhe rinore. Ju mbrojnë kundër kancerit. Studimet kanë gjetur lidhje midis likopenit kompleks dhe me pak probleme të prostatës, muskujve dhe stomakut. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për Cary Grant. Cary Grant lindi në një familje të klasës punëtore në Bristol, Angli. Fëmijëria e tij ishte e trazuar. Nëna e tij vuante nga probleme të shëndetit mendor dhe u shtrua në një institucion psikiatrik kur ai ishte vetëm 9 vjeç. Ndërsa babai i tij ishte i largët dhe shpesh i ftohtë. Këto përvoja të hershme e formësuan personalitetin e tij dhe ndikuan në vetvlerësimin e tij gjatë gjithë jetës. Që në moshë të re ai tregoi një interes të veçantë për artet dhe u bashkua një trupe akrobatike. Me këtë trup ai udhëtoi drejt Shteteve të Bashkuara të vitit 1920 dhe vendosi të qëndronte për të ndjekur karrierën në teatr dhe kinematografi, duke ndryshuar emrin nga Archibald Leach në Cary Grant për ta bërë veten më tërheqës për audiencat amerikane. Ai filloi të tërhiqte vëmendjen e regjisorëve për sharmin dhe pamjen e tij të jashtëzakonshme. Filmi i tij i parë ishte This is the Night i vitit 1932, që shënoi fillimin e një karriere të jashtëzakonshme. Grant shpejt u bë një nga aktorët më të kërkuar të epokës së artë të Hollywoodit. Ai ishte i njohur për rolet e tij elegante, shpesh të shoqëruara me humor dhe një dozë të rafinuar romantizmi. Në vitet 1930 dhe 1940, Grant u shndrua në një yll të vërtet, duke luajtur në disa nga filmat më të njohur të kohës. Jeta personale e Cary Grant shpesh ishte në qendër të vëmendjes, ashtu si karriera e tij. Ajo martua 5 herë dhe kishte një vajzë, Jennifer Grant, nga martesa e tij e 4 me Diane Cannon. Pavarësisht suksesit të tij publik, Grant shpesh përballej me pasiguri të brendshme dhe kërkonte ndihmën e terapisë psikologjike gjatë jetës së tij. Cary Grant nuk fitoi kurrë një çmim Oscar për interpretimet e tij, por në vitin 1970 ai u nderua me një Oscar çmim deri për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në artin kinematografik. Sharmin, humorin dhe elegancën e tij e bën një nga yjet më të dashur të Hollywoodit dhe një ikon të përjetshme të kinemas. Grant u tërhoq nga aktrimi në vitet 1960 për të kaluar më shumë kohë me familjen e tij. Ai vdiq më 29 nëntor të vitit 1986 në moshën 82 vjeç. Do të vjoj me rubrikën kuriozitete, ku sot do të flasim pse mushkonjat janë të tërhequr më shumë nga disa njerëz se të tjerët. Mushkonjat përdorin receptor shumë të ndjeshëm për të ndjekur dioksidin e karbonit që nxjerrin gjatë frymarrjes. Por jo vetëm kaq, ato preferojnë njerëzit që prodhojnë më shumë acid laktik, një kimikat që çlirohet nga lëkura gjatë djersitjes. Për më tepër, grupi i gjakut 0 duket se është një ushqim më i preferuar për to në krahasim me grupet e tjera të gjakut. Pra nëse jeni një nga ata njerëz që gjithmonë kafshohen nga mushkonjat, mund të jetë për shkak të metabolizmit tuaj ose grupit të gjakut. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu, pothuajse në të gjithë territorin.
Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 1 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 14 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin nuk-lindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 8 deri në 11 gradë Celsius, Kukës 2 deri në 9 gradë, Peshkopi 1 deri në 7 gradë Celsius, Tiranë 7 deri në 12 gradë, Durrës 8 deri në 13 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 14 gradë, Elbasan 8 deri në 11 gradë Celsius, Berat 10 deri në 13 gradë, Korçë 3 deri në 11 gradë Celsius, Vlorë 11 deri në 13 gradë, Gjirokastër 6 deri në 9 gradë, Sarandë 11 deri në 14 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet në një mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 6 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond në drejtimin jugor, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 1 deri në 3 gradë Celsius, Podujev 1 deri në 2 gradë, Skënderaj 1 deri në 3 gradë Celsius, Pej 2 deri në 5 gradë, Prishtinë 1 deri në 2 gradë Celsius, Gjakov 2 deri në 6 gradë, Malishev 2 deri në 3 gradë Celsius, Gjilan 0 deri në 4 gradë, Ferizaj 2 deri në 4 gradë Celsius, Kaçanik 0 deri në 5 gradë, Suharek 3 deri në 5 gradë, Prizren 1 deri në 6 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në po të njëjtin orë. Deri atëherë, mirupafshim.